الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. Vëllezër të dashur, hamdi dhe falenderimi, lutjet dhe adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashoq, pra Allahu Dhul Jalal. Është Allahu i cili na ka kriju, riskun dhe e gjeli na ka caktu, me shumë të mira na ka begatu. Por më e mira të gjitha atyre të mirave është ajo që në Islam na ka udhëzu. Salatet, selamet tona të përzemërta i akushtojmë edukatorit ton suprem, pra Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Përshëndesim familjen e tij të sinqert, shokët e tij besnik, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e Kiametit. Njashtu ju përshëndesim edhe juve me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Përshëndetja jonë është paqë, selam, pra assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vëllezër të dashur, ne spjeguam rreth besimit, nga se besimi, imani, është çelësi i shpëtimit në dynja dhe në ahiret. Ajo që duhet të besohet së pari, pra besimi në Allahun Dhul Jalal. E para, pra besojmë Allahun, amentu billah. Por besimi në Allahun ka edhe kushte tjera. Jo vetëm e besoj Allahun, ajo që tham e besoj Allahun, e adhuroj, e largohem nga haramet, është tamam, ka të bëj direkt me Allahun Dhul Jalal. Por ne jemi të obliguar të besojmë edhe gjëra tjera, të cilat quhen gaib, të padukshme. Dhe tham se imani është në gjërat që nuk duken, ndërsa në gjërat që duken nuk i thohet besoj une se ato çka e shoh. Jo, ato çka nuk e shoh une besoj me argumente, me fakte. Pra, pasi besojmë Allahun Dhul Jalal, ne besojmë se Allahu Dhul Jalal ka kriju melek, engjëj, dhe besimi jonë ndaj engjëjve, ndaj melekve, duhet të jetë pa kur far dyshimi, besimi plot. Amentu billahi wa malaiketihi, besoj Allahun dhe melaqet që ai ka kriju. Melaqet janë të krijuara nga drita. Njeriu është i krijuar nga toka, kurse xhinnët janë të krijuar nga zjarri. Pra melaqet janë të krijuara nga drita. Melaqet nuk ju ngjajnë as njerëzive as xhinëve, nga se njerëzit hanë dhe pinë, njashtu edhe xhinët hanë dhe pinë e gjëra tjera, kurse melekt as hajnë as pinë, janë të krijuar prej dritës. Melaqet nuk duken, me sytë tonë nuk i shoh. Të rëndom si melek, Allahu Dhul Jalal nuk na e ka dhënë atë mundësi që t'i shohim melekt si melek, por mund t'i shohim melekët në forma tjera. Për shembull, e patëm konkret të freskët rastin e Gjibrilit alayhis salam.
Në hadithin që e transmetoi Hazreti Omeri radiallahu anhu, çka tha? Erdhi një njeri me tesha të bardha, me flokë të zeza, e kështu, ul në gjumë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pyeti çka është iman, çka është islam, e ihsan, e kështu me radhë. Por ashabët u çuditën, apo? U ngrit, e kryti njeriu në fjalë, e kreu bisedën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku i njëjti e bante pyetje dhe i thonte sadakte. Tamam, mire ke. U ngrit, ai shkoi, sahabët i thanë, ja Rasulullah, kush ke ki njeri që nuk është ullë në mesin tonë, në mezhlisin tonë se kemi pa? Kush është ki njeri që ka që i disham, edhe të ashtron pyetjen edhe të thot tamam e ke, mirë, sadakte. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Kipra ishte Gjibrili, ka ardhur t'ja mësoje dinin juve. Pse thot t'ja mësoje dinin ja u ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Po ka ardhur Gjibrili që këto të shohin se pejgamberi flet në emrin të Allahut dhul Xhelal, që i vjen mësimi nga Gjibrili, nga Allahu dhul Xhelal përmes Gjibrilit. Pra mësuesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Allahu dhul Xhelal, por ai që ja ka transmetuar dhe që ja ka përcjell fjalët e Allahut është pra Gjibrili. Andaj tha, kjo është e Gjibrili, ka ardhur t'ja mëson dinin juaj. Ato u mahnitën, thanë, ja Rasulullah, ta kishim ditë, e tha, po ta kish nga dorën dikush për juve ta përshëndette, edhe ai do t'ja jep ke dorën, do ta përshëndette Gjibrili. Ata njerëz, pra nuk e kanë pas fatin që ta përshëndesin Gjibrilin, por e kanë pas fatin ta shohin Gjibrilin. E kanë pa Gjibrilin, por jo në formën e vet, fizionomin si Gjibril, por si një njeri që e përmendëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë 23 viteve e ca muaj që ka komunikuar me Gjibrilin, që ka ardhur Gjibrilja ka pru shpalljen, mbrenda 23 viteve vetëm 2 herë e ka pa sikur është Gjibrili, në fizionominë e vet, në pamjen e vet, në krijesën gjigante, madhështore që e ka kriju Allahu dhul Xhelal Gjibrilin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa vetëm 2 herë. Hera e parë ka qenë kur i është paraqit në shpellën Hira, natën e Kadrit, kur ja ka zbrit nga Allahu dhul Xhelal Ikra bismin, herën e parë e ka pa, thot ishte një krijesë gjigante që e mbuloi horizontin, nuk dukeshte qielli. Kishte mbi 600 fjet, subhanallah, Gjibrili. Kështu e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe është trishtu normal. Krijesë gjigante që se ka pas një herë. Kjo është hera e parë. Hera e dytë e ka pa kur është ngrit në Mi'raj. Thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna. Allahu dhul Xhelal thot, aq është afruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam afër Gjibrilit dhe e ka pa Gjibrilin. I është tregu Gjibrili në formën e vet 2 herë. Herat tjera, sa herë që ka ardhë në formën, në fizionomin e një sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, El Kelbi, i kanë gjatë Gjibrilit, ama jo Gjibrilit, por i kanë gjatë në formën që ka ardhë Gjibrili si njeri, i kanë gjatë këti. Pra ka ardhë në formën e njeriut. Ndonjëherë kur i ka pru shpalljen, kur i ka pru Kur'anin, nuk është paraqit Gjibrili hiç, as në formë të njeriut, por vetëm i ka shpall vahjin që kjo formë apo kjo mënyrë e shpalljes ka qenë shumë e rëndë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se nuk e ka pa Gjibrilin, vetëm e kanë dëgjuar pra fjalët që ja ka pru Allahu dhul Xhelal. Andaj, kjo është tema pra në lidhje me zbritjen e Kuranit. Ne tash flasim mbi besimin në melekët. Numri melekëve është i panjohur. As në Kur'an nuk është përmend, as në hadith nuk është përmend
numri i melekve, vetëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon atë numrin e madh, por jo të definuam sa milion, sa miliard melek. Por thot rënkon qielli, kjo është shpjegimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të treguar numrin e madh. Thot rënkon qielli dhe ka të drejtë të rënkon, nga se ban rëndësi qielli, nga se nuk ka një pllom vend të shprast përveç se ka një melek. Subhanallah. Hadithi tjetër që shpjegon për numrin madhështor, për numrin e madh të melekve, la ya'lamuhu illa Allah, atë numër e din vetëm Allahu dhul Jalal. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, melekët e bën tavaf Beitul Ma'murin. Melekët bën tavaf. Ne çka bën tavaf ne? Bën tavaf në Ka'ben. Melekët bën tavaf Beitul Ma'murin. E ku është Beitul Ma'muri? Beitul Ma'muri është lart atje mbi 7 kat qiej, në drejtim të Ka'bes së bekuar. Në drejtim. Ku është Ka'bja? Po të ketë mundësi një satelit të themi, të shkon drejt, mos lëviz as gjath as maj, drejt të shkon zatetën në Beitul Ma'mur. Po të lëshohet diçka nga Beitul Ma'muri drejt të poshtë, bjen në Ka'be. Pra në këtë drejtim është Beitul Ma'muri, kështu e ka emnin Beitul Ma'mur. Si e ka emnin Ka'bja, a e ka emnin e ka Beitul Ma'mur. Thot sallallahu alaihi wasallam, Beitul Ma'murin e bën tavaf melekt. Vendi që nxe melek për me bë tavaf Beitul Ma'murin është hapësirë që mban 70.000 melek. Një tavaf e bëjnë një herë, pra tavafin 7 herë normal, por një tavaf e bëjnë 70.000 melek. Dhe ato vazhdojnë, largohen, hinë në tavaf 70.000 melek tjerë, dhe dalin ato vin tjerët, kështu rregullisht pa ndërpre, po asnjënit nuk i vjen rendi me hi për s'dytin tavaf, se numri është aq i madh gjigant që ju lejohet vetëm në herë me bo tavaf Beitul Ma'murin në vazhdimsi. Subhanallah, çfarë numër është ki? Pra numri gjigant është i melekve, kurse melekët më të njohur janë, që ne besojmë dhe ne duhet të besojmë. Nëse dikush kur të ndëgjoj fjalë rreth melekve, rreth madhështisë, rreth numrit, mund të thotë Allah çket s'ma merr mendja, bjen për imani me njëherë, bjen për imani. Subhanallah. Pra ne besojmë atë që na lajmëron Allahu në Kur'an dhe pejgamberi në hadithet e tij. Melekët më të njohur janë këto, i mbajmë mend. 4 melekët më të mëdhej. Numër 1 Gjibrili, në 2 Mikaili, në 3 Israfili dhe i 4 Melekul Maut. Kështu e ka emnin ki melek në Kur'an dhe në hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka emnin Melekul Maut, që do të thotë melaqja e vdekjes, që merr shpirtra. Në fjalorin popullor, në shumë popuj, po edhe të ne, edhe të turqit, edhe në shumë, nga shumë popuj, këtë melek e quajnë Azraili. Mirë, po ne e quajmë ashtu si e quajnë Allahu në Kur'an dhe pejgamberi në hadith, Melekul Maut. Dhe këto 4 melek, çdo njëri ka detyrën e vet të posaçme, të cilën e realizon me përpikshmëri. Jo si detyrat tona, ne kemi detyra, po sa i realizojmë. Ata melek janë. Melaqet Allahu dhul Jalal i ka përshkruar, thot la ya'suna Allaha ma amarahum. Nuk e kundërshtojnë Allahun në urdhrat që ai i ka urdhëruar. Wa yaf'aluna ma yu'marun, çka i urdhnon Allahu dhul Jalal, ata veç e bëjnë, e zbatojnë.
Gjibrili detyrën e vet e ka patur që t'ju bjen shpalljen pejgamberve. Çdo pejgamber ka komuniku me Gjibrilin a.s. Besnik që Allahu Dhul Gjalal e ka shkrujt El Emin, në ajete tjera kuranore e ka shkrujt El Ruh, tanazzalu l-malaiketu wal ruh, zbresin melaqet dhe ruh. Ruh është shpirt, e ka quajtur shpirt se nga ai ka ardhur gjallëria, nga ai ka ardhur Kurani. Pra Gjibrili këtë detyrë ka komuniku me pejgamberët. Gjibrili ka marrë pjesë si udhëheqës i ushtrisë të Allahut Dhul Gjalal. Pra ushtria Allahut kanë qenë melekt. Në luftën e Bedrit Allahu Dhul Gjalal ka dërgu 5.000 melek nën komandën e Gjibrilit. Pra kjo është detyra e Gjibrilit. Pastaj vjen Mikaili. Çfarë detyre ka Mikaili? Allahu Dhul Gjalal e ka autorizu Mikailin kur Allahu vendos, pa vendimin e Allahut kur gjo s'bën, pa caktimin e Allahut kur gjo as melekut nuk mund të bëjnë, as Gjibrili as Mikaili, pa lejen e Allahut. Po me urdhrin e Allahut Dhul Gjalal, Mikaili zbaton urdhrin kur t'i thot Allahu Dhul Gjalal dridhe një pjesë të tokës, edhe Mikaili e dridh tokën. Mikaili, në komandën e Mikailit janë tsunamet, fërtunat, katastrofat, subhanallah. Por pa dashjen e Allahu Dhul Gjalal nuk bëhet. Israfili ka një detyrë, e ka të burin, ne i thomi buri, sur, arabisht sur, buri. Pa jo buria nuk është që këto ne që dim buria, është nga e krijuar nga Allahu Dhul Gjalal. Ja ka dorëzu Israfilit dhe aje mban gati kur t'i thot Allahu Dhul Gjalal kun fejekun, frinje, edhe do t'i frinjë surit, të cilin e mban gati, do t'i frinjë 2 herë. Një herë do t'i frinjë për t'u bë kiamet, fa idha nufikha fi suri, fa fazia men fis samawati wa men fil ard. Kur do t'i frinjë Israfili surit, do të trishtojnë çka ka në qenë, në tokë, në det, trishtimi madh. Fasa'ika men fis samawati wa men fil ard, dhe do të vdesin të gjithë. Kjo është e frimja e parë. E dyta, fa idha nufikha fis suri fa idha hum min al ajdathi ila rabbihim yansilun. Kur t'i frin për s'dyti, do të rinjallen njerëzit. Një herë për të vdek dhe një herë për të rinjallë. Kaq është detyra e Israfilit. E melekul mauti, çfarë ka melekul mauti? Me urdhën të Allahu Dhul Gjalal, kur vjen caktimi, kur vjen sekundi që një shpirt me dal nga trupi, është i autorizuar melekul mauti. Edhe pse melekul mauti ka dhe melek tjerë, si mas Kuranit, ka melek që i merr me vete. Nëse është njeri i mirë, melekul mauti merr palën e melekëve të mëshirshëm, të urtë, dhe ja nxjerrin shpirtin me urtësi. Allahu na mundsoft. Nëse është kriminal, zullumqar, jo besimtar, melekul mauti merr grupën e vet të melekëve të ashpër të vrasht. Thot Allahu Dhul Gjalal, wal malaiketu basiti ejdihim akhriju anfusakum. Melaqet thot javnën duart në gjoks dhe me dhunë janë nxjerrin shpirtin. Allahu na mbrojt. Pa edhe kjo ndodh. Pra kjo është melekul mauti. Pastaj ka melek që ne kemi raport të përditshëm. Raportin me melekul mautin do ta kemi kur na vjen xheli. Kurse kemi melek që i kemi aktiv, nuk pushojnë hiq. Njona në kratë të gjathë, tjetrin në të majtë. Registrojnë.
fjalët tonë, punët tona, shikimet tona, lëvizjen e syve, të buzëve, ka e mira, ka e keqja, qatë detyre kanë, është fjalë e mirë, e shkruan me laqja në të gjaftë, është e keqe, e shkruan ajo në të majtë. Këto e kanë emrin kiramen katibin, kiramen katibin, që në shqip do në thot registrusit fisnik, besnik, nuk gabojnë. Nuk gabojnë dhe njëherë meleku që është në kratë të gjatë ta këtë zonë gjumi, unë e kam bo një seva, po këtë hajt e shkrunaj meleku në kratë të majtë. Jo. Janë gjithmonë aktiv, precis, të zgjuar, më përcjellin në çdo frim marrje. Registrus, besnik dhe fisnik, kiramen katibin. Pastaj kemi çdo njoni 2 melek që na përcjellin. Bashkë me ne e kanë emrin muakibat. Çfarë do të thotë muakibat? Roje ose mbrojtës. Na ruajnë nga fatkeqësitë dhe na mbrojnë nga fatkeqësitë. Lehu muakibatun min bejni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allahu dhul Jalal i përmend to melek, thot çdo njeri ka 2 melek që e ruajnë dhe e mbrojnë me urdhën të Allahu dhul Jalal. Për shembull, ka ndonjë rast donjëherë bjen diçka prej nalt, për pak ty ti jepet më u largu. Është ai, të them, dashuria, vullneti i melekëve me urdhën të Allahut që ti ti themi ne mu duk ashtu dhe u largova. Subhanallah. Ose bjen diçka, pa ato mbrojnë. Ata 2 melek mbrojnë nga taksiratet. Këtu ka një gjë. Sa më i pastër është njeriu, sa më i pastër në gjuhën e tij, në mendimet e tij, në veprat e tij, sa më i mirë, sa më takva, me laqet aq më aktiv janë. Nëse bën punë që s'ja vlen, largohen, nuk rrinë, edhe tani vinë e keqja. 2 gjëra pos këtyne, kur jemi këtu të taksiratet, janë edhe 2 gjëra qera që të mbrojnë, me hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që na mbrojnë nga taksiratet. Ato 2 janë duaja dhe sadakaja. Duaja dhe sadakaja. Subhanallah. Duaja dhe sadakaja ngrihen lart. Taksirati, kaderi Allahut vjen prej nalt. Po duaja duke u ngrit, belaja të themi duke ra poshtë, zatekin. Dhe duaja janë ndal shpejtësin kaderit. Janë ndal shpejtësin asaj farfatkeqësie. E të njëjtën e bon edhe sadakaja. Prandaj sadakaja është, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, es sadakatu tarfa'ul balaja wa tazidul umr. Sadakaja i ngren belajat dhe ta bën jetën të lumtur. Pra, përveç aty në 2 melekve që i kemi muakibat, pastaj kemi melek të cilat na bëjnë sual natën e varrit. Kur të bim në varr, vinë ato me laqet. Janë 2 llojesh. Me laqet të rahmetit që të vinë me buskeshje, me urtësi, që kur ti shofësh ti gjen rahati, kënaqësi, dhe të pyesen, kusha Zoti yt? Kusha pejgamberi yt? Cili kitab, cili libër ka qenyti? E kështu me radhë, me buskeshje, me lehtësim që të japin kuraj, vetëm kur ti shofsh, ti të gjesh qetësi shpirtërore. Allahu na mundsoft. Ka melek tjerë të cilët janë të vrasht, të trishtueshëm, dhe kur ti vinë ati kriminalit, zullumqarit, jo besimtarit në varr, vetëm me të pam ata, edhe atë që e ka ditë e ka harruar. A muslimoni nuk harron? Pse? Nuk e trishtojnë. E ata e marrën në pyetje, pra munker dhe nekiri. Ka melek që
angazhohen për ne. Subhanallah, melek. Dhe jo melek të thjesht. Po Allahu dhul xhelal në Kur'an o vëllezër të dashur, a nuk është kjo privilegj? Kjo nuk është vetëm tregim, po në çdo çështje këtu çka flitet, duhet ndalemi ta analizojmë. Melek të cilët luten për ne, bëjnë istikfar për ne, për musliman. Allahu dhul xhelal në Kur'an thot: "Alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu", ata melek të cilët e bartin arshin. Arshi alaja, arshi Allahu dhul xhelal është më i madh se qetë dhe toka. Po kursia është edhe më e madhe se arshi. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Allahu dhul xhelal thot kursia Allahu dhul xhelal është më e madhe se qetë dhe toka. E ato melek për ta bajt atë arshin, si duhet të jenë? Sa të fuqishëm janë? E ata tjerët që bëjnë tavaf arshin, që bëjnë tesbih, që bëjnë dhikr, subhanallah. Allahu dhul xhelal thot: "Alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu." Ata që bartin arshin, se në një ajet kuranor, Allahu dhul xhelal thot arshin e bajnë 8 melek. 8 melek e bajnë gjithat pesh, gjithat krijes të madhe, po e bajnë 8 melek. E ato tjerët haulehu janë melek të cilët bëjnë dhikr, tesbih Allahu dhul xhelal, siç e shpjegon vet Allahu thot: "Alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi." Ata e bëjnë tesbih, e madhrojnë Allahun, edhe sinqerisht e besojnë Allahun, wa yastaghfiruna lilladhina amanu, dhe bëjnë istikfar për musliman. Melaqet e arshit bëjnë istikfar. Rabbana faghfir lilladhina amanu, o Zot fali besimtarët. Melaqet bëjnë dua që Allahu ta falje muslimanin, ta falje mu'minin. Ka mu'min që si shkon mendje thote: o Zot falëm bre, o Zot gabova, ma fal ja Rabbi, pendohem o Zot. A melaqet vazhdimisht bëjnë istikfar. Subhanallah. Pra që çfarë raporti kem me melekt, si cëllën lloj të melekve merë analizohet raport me njerëz. Melek të cilët na vizitojnë për çdo Ramazan natën e Kadrit, na bëjnë ziaret, që e përmendëm më parë, tetanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha. Pra zbresin melaqet dhe Gjibrili në natën e Kadrit për t'i vizitu musliman. Çfarë mysafir janë këto? Zbresin për t'i vizitu musliman. Subhanallah, gjithë këtë rëndësi apo gjithë këtë vlerë Allahu dhul xhelal ja jep njeriut, muslimanit. Subhanallah. I angazhon melaqet. Melaqet i angazhon vind të bëjnë zjaret. Melaqet i arshit i angazhon të bëjnë istikfar për ty. Melek ka caktu të rinë me mu të mbrojnë për të këqijave. Melek ka caktu të registrojnë punët e mira edhe të këqija. Subhanallah. Pra Allahu dhul xhelal i kushton kujdes të pamas njeriut. Andaj melekët o vëllezër të dashur janë ata të cilët nuk e kundërshtojnë Allahun dhul xhelal, por vetëm se e adhurojnë. E dini ju, i kanë thonë melaqet Allahu dhul xhelal, kur ka thonë inni jailun fil ardi khalife, unë në sipërfaqen e tokës do çoj një mëkëmbës, para se ta krijon Hazreti Ademin, i ka lajmëruar. Çka kanë thonë ato? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lek. O Zot, po s'ka nevojë. Ne ty të madhrojmë, ne ty të lavdrojmë, ne ty dhikër, për ty të bëjmë dhikër, ne të bëjmë tesbih o Zot.
Po Allahu dhul xhelal ka thënë inni alemu ma la ta'lemun, unë di çka nuk dini ju. E ka kriju njeriun dhe çato melek i ka urdhëruar t'i bëjnë sejdë njeriut. Për hir të njeriut, sejdja bëhet për Allahun, po ai ka thonë bini në sejdë për respekt të Ademit. Allahu dhul xhelal na ka kriju nga toka, na ka kriju nga balta, na ka kriju me gjak, do njëherë themi nxehet gjaku, na ka kriju me epsh që kalohen kufint. Me gjitha ato, me laqet i ka urdhru të binë në sejdë për ty. Edhe mo nuk jemi mirë njohës ndaj Allahu dhul xhelal. Pra me laqet o vëllezër të dashur, ne nuk i shohim në formën e tyre. Edhe sahabët e kanë pa Gjibrilin, po jo në formën e tyre. Sahabët kanë pa melek, por jo në formën e melekve. I kanë pa me laqet, duke varrosur sahabijun Sa'd ibn Muadhin radiallahu anhu, thot me të afruar gjenazjat e varri, ka ardhur një numër i madh i shpendëve të bardha, edhe janë ulur për rreth varrit, edhe kanë pritur derisa është bë vorrimi. Kur kanë mbaru vorrimi i sahabijut, kanë fluturu. S'kanë qenë shpend, kanë qenë melek, por kanë ardhur në formë të shpendëve. Subhanallah. Allahu dhul xhelal e ka nderu njeriun dhe i ka vënë në shërbim me laqe. I ka vënë në shërbim të vinë në luftën e Bedrit, t'ju ndihmojnë kujt? Njerëzive, por sahabëve. I ka vënë në shërbim t'ja lajnë një muslimanit gjenazë. Me laqet një sahabijut Hanzale radiallahu anhu ka dal nga shtëpia natën e parë të martesës. Kur e kanë dëgju fjallën hayya alel gjihad, ato vëllezër të dashur, ai ri, ai musliman, natën e martesës kur e kanë dëgju fjallën hayya alel gjihad, ka dal për shtëpie. Ne ndëgjojmë fjallën hayya alas sala, nuk dalëm për shtëpi. Hayya alas sala, në namaz eja, hayya alel fela, në shpëtim. Krahasimin shumë krahasimin thjeshtë. Hayya alas sala nuk vjen. Hayya alel jihad ka dalë dhe ka shku. Ka shku në front, luft me pejgamberin. Edhe ka ra shahid. Çeçaj, dhondri i ri. Natën e parë të martesës ka ra shahid. E kanë vu gjenazën me një vend nalt. Kanë thonë sahabët, ja Rasulullah, nga trupi Handeles po pikon ujë. Ujë? Kush ka hudh ujë? Dhe shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e shef thot po. Me laqet kanë la gjenazën e tij. Sa ai s'ka pas kohë me margusëm, edhe e kanë pastru me laqet. Me laqet Allahu dhul xhelal i ka vu në shërbim të njeriut, po, në shërbim. Me laqet i ka qua Allahu dhul xhelal të marrin pjesë në vorrimin e sahabijut, po. Me të vërtet ne shumë pak dim sa na ka vlerësu Allahu dhul xhelal. Edhe prap nuk kemi mirë njohës, edhe përsëri pritojmë të falim namazin, pritojmë të punojmë për hir të Allahut, pritojmë të sakrifikojmë për hir të Allahut. Allahu dhul xhelal për me laqet i ka vënë shërbim të njeriut, dhe që është edhe më interesant për muslimani, kam thënë, për muslimanin e vërtet. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ndru jetë Sa'd ibn Muadhi, sahabiu i shquar. A dini kush është Sa'd ibn Muadhi? Kur ka desh të dale pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në luft, i ka konsultu sahabët. Sa'd ibn Muadhi ka qenë Medinas ansar.
i ka konsultu sahabet, muhaxhirët, emigrantët që kanë ardhur nga Mekja, i kanë thonë po, do dalin. Medinasit nuk kanë fol hala. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, o burra, folni, që ta merr mendimin e vendasve, mendimin e medinasve, me kasit pa problem, sa to kanë lonë vendin, duhet dal. Ama medinasit, ka thonë, urdhoni ju, jepni mendimin e juaj. Në emën të ensarve, ka fol Sa'd ibn Muadhi. Ka thonë, ja Rasulullah, ne nuk të themi ty si që kanë thonë jahudit Hazreti Musës, kur është në pyetje lufta. Që i kanë thonë, idheb ente wa rabbuke fekatila inna ha huna kaidun. Kështu i kanë thonë, o Musa, shkoti me Zotin ton të lufto, kur ta çlirësh vendin na kallzo. Edhe tash ne imi bohemen qashtu. Subhanallah. Shkoti lufto, kur ta çlirësh vendin na trego. Tha, ne nuk të thojmë ashtu, ja Rasulullah, por ne të themi ti hec para, ne mrapa, vallahi, po jam synë e detit në këmbë, ne mbastejevi. U ka gëzu shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë fjalë, se ki folën në emën të medinazve, nuk folën në emën të vetë, edhe ato e kanë autorizu që ajtë folje, donë të thotë se medinasit i kanë thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti nëse jam synë detit ne vim mbasteje. Kush ishte ai që lexoi këtë deklaratën? Zëdhënësi i kësaj deklarate madhështore, që ti thot pejgamberit, hes ti para ne mrapa, vallahi, po jam synë detit ne masteje. Deklarate madhe, shkëlqyeshme. Sa'd ibn Muadhi radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ihtazza al-arshu li mauti Sa'd. Kur ka vdek Sa'di, është lëviz arshi. Ja Allah, me vdekjen e Sa'dit dridhet arshi. Ja Allah, o njeri, përse? Po ka qenë sahabi, e ka pa pejgamberin, po edhe Abu Jehli e ka pa pejgamberin, edhe Abu Lehebi e ka pa pejgamberin. Por këtë merit e ka fitu nga imani fuqishëm që ka patur. Pra, vëllezër të dashur, Allahu dhul Xhelal në ka privilegju, në ka nderu, në ka vlerësu, aq në ka vlerësu që ne vetë nuk e dim sa vlerë kemi. Ne vetë nuk e dim vetën tonë. Unë nuk du të thëmë që bëmi mendje madh. Jo. Të bëhemi mirë njohës. Tjetër është bëhesh mirë njohës ndaj mirësive të Allahut, tjetër të bëhesh mendje madh që Allahu edhe me laçet i ka vënë në shërbim. Po, e kanë meritu. Pra vëllezër të dashur, pika e ditë e imanit është pas Allahu dhul Xhelal të besojmë në melekt. Amentu billahi wa malaikatihi. Le të jenë këto fjalë modeste, një mesazh i shkurt, duke shpresuar në Allahun dhul Xhelal se këto fjalë i themi nga zemra, inshallah arrin deri në zemrat e juaja, e Allahu na ndriçoft zemrat tona me iman. E kulu qauli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.